Ju njohi me shtypin e ditës e njëjtë 26 qershor. Në faqen e parë të gazetës Panorama do të lexoni: investimet e mbrojtjes, sulmet në Iran si Hiroshima, Trump i dhan fund luftës. Liderët e vendeve të NATO zotohen që të rrisin investimet në mbrojtje dhe sigurim në 5% të prodhimit të brendshëm bruto deri më 2035. Në deklaratën përfundimtare të samitit në Hag thuhet se ky angazhim bëhet për të garantuar përmbushjen e detyrimeve individuale dhe kolektive. Samiti 2027 do të mbahet në Shqipëri. Vendimi në Hag i liderëve të NATO-s, deklarata e plot, reagon kryeministri Edi Rama. Vendimi u mor unanimisht nga vendet anëtare, çfarë thuhet në dokumentin e përbashkët të udhëheqësve të aleancës. Ligji i ri, njohja e viteve të punës, gati për zbatim, 30.000 përfitues. Sulmi komunist ndaj klerikëve, dy urdhrat e Enverit më 1967 për eliminimin e fesë, goditja e rënda e elitës fetare. Opinion: Izrael dhe Iran, kur shërbime sekrete transformojnë luftën. Një tjetër opinion vjen me titull: Teatri absurd i politikës shqiptare në romanin Kandidati për kandidat. Këto e të tjera i gjeni të zgjeruara në brendësitë e gazetës Panorama. Vazhdojmë me temën e Telegrafin. Mekanizëm për shqyrtimin e investimeve apo ligj formal që nuk sjell ndryshim, në të rësi FDI në vendin ton pa folur për problemet e vjetra dhe të reja që lidhen me mungesën e konkurrencës, lobingjet politike vendase dhe ndërkombëtare, korrupsioni dhe mbi të gjitha, me mungesën e kontributeve në ekonominë kombëtare, nuk i nënshtrohet një autorizimi paraprak apo shqyrtimi nga shteti. Nga ana tjetër, vendi ka hapur negociata të antarësimit ndaj bëhet e domosdoshme që të parafrojë legjislacionin e brendshëm me atë të BE-s. Rama, Tirana do të mirëprej samitin e NATO-s në 2027. Kryeministri Edi Rama ka veçuar vendimin unanim të samitit në Hag për organizimin e takimit të radhës aleancës në Tiranë në vitin 2027. Antarët e NATO-s rënë dakord të shpenzojnë 5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen deri në vitin 2035. Presidenti Bajram Begaj vizitë në Kalabri. Investitorët italianë tashojnë Shqipërinë si port për të gjithë Ballkanin Perëndimor. Politika opozitare, diplomati Nesho, së shpejti PD do të raportojë në nivelet më të larta të administratës Trump për 11 maj. La Civita, autokratët e Europës u trajtuan nga Soros si armik të trumpizmit. Vasili, me zgjedhjet radhë sistemi drejtësisë. Emigracioni dhe plagja e popullsisë rritën artificialisht punësimin vitet e fundit në Ballkanin Perëndimor. Të plotë analizë gjeni në faqen 18. Vazhdojmë me temën e një tjetër gazetë. Dita çelet me kryartikullin Shifra të ftohta fatesh njerëzore. Habi amerikane me një shifër burgu dhe një armat prej disa dhjetra mijëra shqiptarësh në vit që ballafaqohen në mënyrë dramatike me sistemin e drejtësisë. Samiti i NATO-s, lëvdata për Trumpin, tensione për nenin 5 dhe injorimi i Ukrainës. Çfarë ndodhi në Hag? Nga dyshime se sulmi ndaj njërit prej 32 aleatëve konsiderohet sulm ndaj të gjithëve, te deklarata më e shkurtër në histori ku nuk përmendet më antarësimi i Kievit. Emërimi i papritur i drejtuesit të PD-s në Vlorë në një detyrë zyrtare dhe mesazhet që si dim, ata thjesht po largohen, shumica pa bërë e dikush duke u marrë vesh që po largohet, por po ikin nga PD dhe Berisha, kur ai të kthej kokën pas në zgjedhjet e ardhshme, është më mirë të vendosë në një pasqyrë. Shqiptarët dhe Trump, Jemene apo me Arushën. Lufta në lindjen e mesme hyn në një fazë të re. Ke jetuar si shkëm, burojmë të plakesh si mal, gëzuar ditëlindjen profesor Qosja. TikTok, Rrugaçi Lagjës kthehet në funksion. Intervistë, sulmet dëmtuan programin bërthamor të Iranit, por uraniumi i fshehur nuk është prekur. Dhe si gjithmonë në fund Panorama Sport, Superiorja, Final Four edhe një sezon. Formati aplikuar 2 vite do të vijojë në kampionatin 2025-2026. Topçiu, pas konsultimit me UEFA, skema ka sjell impakt pozitiv në Shqipëri. Konflikti, Federata ndërpret marrëdhënien juridike me Koksh. Legionarët, Ramadani drejt Arabis, Mihaj në Serie A, Partizani, zyrtarizohen 3 largime, Binsuka është basti europian, Rogozhina si dështon afrimi bujshëm, Ze Wilton i thot jo Ignatias, Dinamo, Daja, dua afrime cilësore, kemi probleme në mbrojtje.
Vllaznia, Malaj me pozicion të ri, shqetësime për Gurishta Hakaj. Bardhe Blu, Tirana jep leje Zharmunit, konfirmon portierin titullar. Flamurtari, Misteri X Stolit Vlonjat, Idrizi zbulon identitetin. Botrori klubeve, Chelsea Dortmundi në raundin tjetër, sot Juve City. Drejtori i Glitareja, Milani që duhet të ndërtoj. Spanjë, Bilbao luft me Barcelona për Nico Williams. Dhe Angli, United me plan sulmi për Jasharin. Dhe me titujt kryesor të gazetës Panorama Sport e përfundojmë leximin e shtypit për ditën e sotme.